të asaj, sepse pikënalesa e parë është kryeministria. Aty nuk ndodh asgjë, që ndrohet në pak momente, më pas ka gjithmonë një rrugtim. Ja, ndjekim pak zotin Berisha. Kriminalët do marrin përgjegjësinë e meritur. Ju e pat, ishim në një marshim paqësor, dhe marshimi ynë paqësor u shkelmua kushtetuta, u shkelmua çdo gjë, u bllokua rruga dhe këta në mënyrë absolute do të marrin përgjigjen e merituar. Këta kanë kryer një krim të shëmtuar sot, sepse ne po bënim marshimin tonë. Marshim paqësor, në kuptimin e vërtet fjalës. Po Edi Balluku dhe Lubi Rama, në këtë tokë, nuk kanë pashkuar para ligjit. Nuk u lejuat para ministrisë së brendshme. Do të jetë aty Randës. Nuk u lejuat para ministrisë së brendshme për të protestuar. Ku do të shkojmë? Jo, ne po marshonim. Ata bllokojnë bulevardin. Ne do përgatitemi për të gjitha format, edhe i garantoj që e kanë të humur. 100%. Turpe mbrojnë 2 kriminalë si Edi Rama dhe Lubi Balluku. Mbrojnë Linda Ramen dhe Mirlindën e Akshit. Mbrojnë hajdut të shpërftyruar të këtij kombi. Dhe këte bën një mercenar që do ju tregojmë ju se fytyrën e Skënder Balluku, do tregojmë cili është Skënder Balluku. Do shkoni drejt selisë partisë apo të parlamentit? Po, drejt selisë partisë, se tani do bëjmë një bilanc. Do e mbyllim. Një bilanc.